Pra, pilates nuk ka të bëjë diçka me pajisje të tjera, si që janë pajisje të fitnessit ose diçka tjetër. Thjesht ka të bëjë me zgjatime dhe gjithçka me u fokusu veç te trupi jonë. Po, pilates mundet me konë, pilates klasik mundet me ushtru me peshën trupore, do me thonë mujna me ushtru t'i shpia, nuk në duhen peshat si në fitness, po, edhe në pilates mujna me përdor të pajisje, jonë matleta, jonë peshat matleta për 1.5 kg, nëse dojna me pënu me pesha, jonë lastikat apo trakat elastike, edhe jonë doroth edhe topat për pilates, pajisjet adekuate për pilates. A mundet këto njeri me i posedu edhe në shpe, apo duhet veç në ndihmën e instruktorës me i ushtru? Jo, mundet me pas edhe të shpia, mundesh me ushtru dikun ku e kini verni 2 metra me 2, apo një hapësirë në vogël, që duhet me pas është pajisje, adekuate për që po doni me zhvillu, apo me peshën e trupi, do me thonë po asë një pajisje. Sa herë njohë preferohet pilates? Po pilates 3 herë njohë preferohet, po nëse doni me forcu trupin edhe po doni me jeni sportist dikun tjetër, në sport tjetër edhe po doni me forcu vetën për me arrit suksesin më të madh, nashta edhe 5 herë njohë shkon perfekt më mirë me ushtrimet e pilates. Sa duhet jetë ajo këzgjatja brenda ditës që ushtron pilates? Po 1 orë, maksimal 1 orë, nuk duhet me konë ma tepër se 1 orë. Kur fillojnë me u patu ndryshimet e para prej pilates? Pilates nuk e ka pamjen fizike si në fitness, kur ushtroni fitness. Pamje e pilates niset mu pa mas 1-2 muaj ditë e 3, po nuk është primari dobësimi. Do me thonë është forcimi i trupit, po jo i dobësimi. Nëse menoni se hup një pesh shumë shpejt me pilates, është sekundare, nuk është primare në qitë pjesë ushtrimeve, se me hup peshën atu për atu si në fitness apo në si ushtrime kardio. Sa e preferoni me u marrë me pilates personat që ma herët nuk janë marrë me aktivitete fizike? Pra, a mundet me i përballu pilates, ata që kur ma herët janë marrë me aktivitete fizike, po kanë vendosë me shku në pilates? Po, pa pik problemit. Ata mujnë me nisë me ushtrimet e pilates edhe përballojnë pa probleme. Do me thonë nuk mundet me ardhë deri ta naj problem, ose naj lindim se punohet me instruktor. Fillimisht duhet me punu me instruktor nëse s'kam punu kur me trajnera apo nuk jonë shku në fitness, nuk jonë konë aktiv fizik. I shkon mirë me konsultu një trajner si miret me pilates, një instruktor, edhe pa pik problemit mujnë me zhvillu krejt aktivitetet dhe krejt ushtrimet preferume për person.